Gjatë gjitha periudhës që funksionon të bordi, që të kishim çmim një herë në ditë, një herë në 2 ditë, një herë në 3 ditë, u bën 6 ditë dhe çmimi nuk po lëviz më. Po tani, kush da lëviz çmimi? Gjega kam korr vit për vit 118 hektar grua. Kjo vitin me 44 dilim. Te shefki gjega kam korr 40 hektar vit për vit. Shefki u s'ka ma. Kam korr të këto italian tu 100 hektar vit për vit. Kam korr të Montinzarin në Cerrik 200 hektar gati vit për vit. Sot janë 30. Sot si jam fare, kam bot 35 hektar vitin e kam null. O nona, po jemi vend Ballkanas më, vend Rakie. Pastaj bota ka ligje, hiqet për disa muaj ose vite, çajnë këto ligje autoritare, si në kohën e Xhaxhit. Po deputetët pse nuk u bë testi i alkoolit, apo harova policin e blejnë se i del të shkretit të mbaj familje. Çmimi i naftës ka ngrirë që nga dita që qeveria shpalli mbylljen e bordit të transparencës për të funksioneve të tij për shkak të normalizimit në tregun e hidrokarbureve, çmimi i naftës nuk ka ndryshuar më. Këtu, në pikat e shitjes, në distributorët e shitjes në pompë, nuk ka ndryshuar, sepse jashtë çmimi ka ndryshuar. Sot për shembull lexova një lajm në NBC News, e cila lajmëronte se tregtarët që monitorojnë bursën bën me dije që blerjet në avans, në të ardhmen, domethënë për muaj ngusht, të naftos crudo, Brent, kanë arritur në nivelin $75.60 për fuqi. Është niveli më i ulët që nga data 27 shkurt kur filloi konflikti midis Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Ishim mësuar shumë qartë. Gjatë gjitha periudhës që funksionon të bordi, që të kishim çmim një herë në ditë, një herë në 2 ditë, një herë në 3 ditë, u bën 6 ditë dhe çmimi nuk po lëviz më. Bordi, edhe në kushtet e modelit të tregut që na kanë imponuar grosistët e mëdhenj, tregtarët e mëdhenj të naftës brenda vendit, të paktën kishte dinamik të çmimeve në treg. Në më të shumtën e rasteve në ulje dhe në pak raste në ngritje. Po tani, kush da lëviz çmimi? Kush? Ky është problemi i madh me të cilin po ballafaqohemi, nga i cili në momentet që funksionon bordi, dalim, lëvizim nga ky problem. Shqetësimi është çdo të ndodh tani. Pse tregu nuk ka më dinamik? Dinamikën që kishte në momentin që ishte bordi, që funksionoi bordi. Pse tregu nuk ka garë, nuk ka konkurrencë që të udhëheq çmime? Dhe është një problem shumë i madh. Besoj që do gjenden autoritetet që të përballen me këtë problem. Është i rëndësishëm. Jemi me brazerin këtu që të thot se sa me pak lave ju e gjuat dhe por si ka qenë si për faqe Te gjega kam korr vit për vit 118 hektar grua. Kjo vitin me 44 dilim.
Të shëfti gjera kam por 20 hektar vit për vit. Shëfti u s'ka ma. Kam por të të italian 100 hektar vit për vit. Kam por të Montinzarin në Cërrik 200 hektar gati vit për vit. Sot janë 30. Sot si janë fare, kam bot 35 hektar vitin e kam null. Me këtë ditë sot. Kjo Sepse çmimi i grurit ishte 250 lekë, 270 lekë, mielli ishte 800 lekë kilja. Buka shitet 1500 lekë, hasi kile buk, tu tallet me bereqetin tonë. Qojni, sepse kjo zotria ka investuar në kombajna, kjo është, ka një flot kombajnës dhe kjo është, ta quhem, ajo, jo me vjedhë se kjo është super mjet, po ka mjet akoma më të rënda si pasojë e saj që gjonë që do investohen në bujësi, do mileti për bujësin, qeveria për bujësin, Erdhëm në Italia këtu, e lam, ka investuar miliona lekë dhe ja kur lam me shtëpi me katani, erdhëm këtu, bomi gati çantat, shqyr Zotit kemi shtëpi tonë, lemën, kemi punu, po çantat do kapën së shpejti se e shoh që kaq ka fund. Qeveria, thirrje, shikoj bujësin, mos u merr me festa për bujësin, të gjithë dhe dilni atje s'kush del më bukur mrapa izvës kryeministres, po dilni në terren dhe pyesni Hallexhin se si e kanë situatën e bujësisë. Ka Shalqiri Burazeri këtu, edhe Shalqiri ka ngel në arët se ka rënë çmimet dhe nuk e nxjerr, vetëm për ta vjerur tani këto më shumë lekë se sa më shumë lekë atë që ta vjeri se sa për ta shitur. Kështu që dha kjo 2 hektar shalqi kam atje, se kam prek pare, po deshe ti të shikoni. Hajde hani shalqi pa lekë pak se nuk ka as lekë për ta vjerur se du më shumë lekë. Jem hedh 14 milion lekë me 2 hektar. Kjo është situata dramatike bujësisë së njerëz. Kemi qumshin, kemi 700 lekë qumshi, po 470 lekë. Ndërkohë, gjys kile ujë në lokal bën 500 lekë. Tu do 1 litër qumësh 470. Dhe shikosh djathin sot se sa lekë është. Djathi është 100% 27. 100%. 27 vaj palme. 1 kile e 300 gram djath, 10 kile qumën. Dumshin krahë. Ishtë pislik komplet. Dhe me 43 gradë që punon ky Burazeri këtu është i fortë. Jepni mundësinë këtyre njerëz se njerëz punëtor kemi, po kemi shtet legend. Postova dje ndryshimet ligjore që ne bëm në kodin rrugor të Republikës Shqipërisë. I votuam të njëjtën dhe natyrisht vendosa që t'i ndahem me ju. Ajo që më bëm përshtypje është çfarë më keni shkruar. Realisht, janë gati 900 komente këtu. E të doja të lexoja disa për të kuptuar apo për dëgjuar me zë se çfarë shkruani. Erion, hiq Ramën dhe kastën e korruptuar se këto ligjet se si të funksionojë shoqëria i bën edhe djali im 15 vjeçar. Shumë më mirë se sa ju, na lodhët me fjalë bosha. Shumë dakord me ndëshkimin e këtij fenomeni, shqyr që bët një punë, por këta që do i ndëshkoni, do i fusni në dhoma hoteli me 5 hyje, të quajtura qeli të klasit të parë. Ky tipi nuk e di fare që nuk më ndëshkon në burg, heqim patentën për jetë. S'ka vend për qeli. Ky tjetri është këngëtar. Jepni dorëheqjen, s'dum asnjë prej jush me na dhon men. Tjetri, o nona, po jemi vend Ballkanas më, vend Rakie, pastaj bota ka ligje, hiqet për disa muaj ose vite, çajnë këto ligje autoritare, si në kohën e Xhaxhit. Po deputetët pse nuk u bë testi i alkoolit, apo harova policin e blen se i del të shkretit të mbaj familje. Ndërhyn një tjetër edhe thot, qa deputeti më? Deputeti është me shofer privat. Të njëjtën bëni mirë t'jepni dorëheqjen, thot njona. Vazhdon tjetri, heqje patente mbase për 5 vjet, po jo për jetë. Ka njerëz që mbajnë familjen me patent. Shumë mirë. Tani kam një pyetje për ty të fundit, se ti ishe më seriozi nga të gjithë. Mbajnë familjen me patent apo me rakin ngoj? Nuk kemi kërkuar ti hiqet patenta ati që mban familjen,
Po kemi kërkuar, kemi sankcionuar që të hiqet patenta atij që është tap në timon. Brimir, një grua që ndërhyri, e tha që shikoni se në Francë nuk është 0.5 gram për litër, po është 0.3 gram për litër. Të hiqet patenta për jetë për këtë gjë. Shikoni, doja t'ju kujtoja, se mbase e keni haruar, ngjarje intensive shumë këto ditë, po këto ndryshimet ligjore, si iniciativë e imja, e zotit Manja, e të tjerë deputetëve të Partisë Socialiste u ndërmorën në momentin që 1 eur shtypi dhe u mori jetën 2 fëmijëve të mitur në Durrës. 2 fëmijëve të mitur në Durrës. Nuk e di nëse ai me makinë mbante familjen apo jo, po që ishte tap. E konfirmuar nga analiza në mënyrë të përsëritur. Ndryshimi që kërkon t'ju heqi patentën për jetë, pra të largoj nga rruga të gjitha ata që për herë të dytë kapen tap në timon, është jo vetëm logjik, po edhe i domosdoshëm, në sinkron edhe me modele të njëjta në vende të Bashkimit Evropian, po edhe më larg se sa Bashkimi Evropian. Nuk ka lidhje as me xhaxhin, as me komunizmin, as me autoritarizmin. Ka lidhje thjesht dhe vetëm me të qenit qytetar, para se sa të jemi Ballkanas që duam raki. Kështu që ndërpriteni këtë historinë e këtyre apo histerinë e këtyre mesazheve idiote dhe bëni një gjë. Mos pini kur jeni në timon. Shpëtoni jetën tuaj, po mbi të gjitha shpëtoni jetën e atij tjetrit, për më tepër kur është fëmijë e që s'u ka asnjë borxh, nuk ja u ka as shishën e rakis borxh, nuk ju ka as të qeni tap borxh.